ndoqa Vladimirovic Putinin, i cili foli për nevojën e intensifikimit të armatosjes, fakt do të sugjeroj për sinkron po ishte vonë, të armatosjes forcave ushtarake ruse në zonën e Arktikut. Pra, ishte një fjalim i gjatë, pra shkët punën se unë i digjoj gjitha fjalimet, dhe kishte një plan, masash do thonim ne, për mobilizimin e ushtërisë për blerje të anijive speciale që çajnë në akullin dhe për fortifikimin ose për rritjen e prezencës ruse në Arktik. Kishte një analizë të gjatë për gabimet e mëparshme që janë bërë për shitjen e Alaskës në kohën e carit ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës, foli për Groenlandën, foli për shumë gjëra. Tani, çakullojnë këto në Rusi, kjo dohën, është kjo një kundërpërgjigje alla Trump e Vladimir Vladimirovicit përsa përket rritjes së prezencës në Arktik për të krijuar një peshore të re me Putinin dhe me gjeopolitikën e tij? Çfarë thuhet? Vladimir Vladimirovich në ndryshim nga Donald Fredovic është më racional në veprimet dhe në hapat e tij. Ai ka deklaruar domethënë që Rusia ka trashëguar nga Bashkimi Sovjetik një fortë të fuqishme arktike, akullthyese dhe bile Shtetet Bashkuara tash po mundohen nëpërmjet Finlandës të porosisin ca anije, domethënë akullthyese për të arritur numrin e flotës ruse, ish sovjetike që ka në anijet atomike që mund. Kuptohet që këto janë të gjitha jo deklarate si nga ana e Trumpit, si nga ana e Putinit, këtu merren si deklarata lufte apo mobilizimi ushtarak dhe luftarak, por përkundrazi fokusohen në anën komerciale të temës. Fjalimi ishte pak kërcënues punë, tani se kur flet presidenti të gjithë rusive, po kur flet ai për anije, për akullthyese, për Po anijet, jo me topa, por akullthyese që hapin rrugën për të çarë anijet e tregtare pastaj. Dhe për shkuar në bazat ushtarake të Arktikut. Nesër. Dakor, si sa gjykon si është normale sepse edhe Amerika në Groenlandën e dashur ka një bazë shumë të madhe. Ja ka një koment Goxhaj, fute pak Goxhaj këtu. Një rrugë dy punë thash. Po. Zoma ka një rrugë dy punë Goxhaj. Ata çajnë rrugën edhe pastaj se kush vjen mbas tyre, ata nuk shohin, një tregtare ose shumë një tregtare, një ushtarake, nuk ka rëndësi. Për shembull, Putini ka qenë që neve I kemi propozuar për shembull kolaboracion, bashkëpunim Kanadas që ka refuzuar me kryeministrin e ri. Ndërsa Shtetet e Bashkuara janë të interesuara dhe ne jemi në procesin e bisedimeve. Bile sot Dimitriev është në Shtetet e Bashkuara duke bërë bisedime intensive dhe nuk ka pasur asnjë deklarat me këtë gjë, edhe me që rasti Rusia dhe Bielorusia janë të vetmet vende bashkë me Kanadan dhe Meksikën që nuk hëngrën përqindje nga taksacioni I Trumpit.